tash 3 vite radhazi, së bashku edhe me mbështetjen e korporatës Kryziv, kemi bërë këtë aktivitet kulturor në kujtim të kujtesës historike, në kujtim të kryeheroit ton, për të rritë kujtesën historike të popullit ton për madhështinë e kryeheroit Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Në kuadër të festimit të datëlindjes janë organizuar disa aktivitete ku artistë nga të gjitha trevat ekspozojnë punimet e tyre artistike në organizimin e artistëve për artist dhe në orën e 4 të pasditës, në ora 16 do fillojmë me koncertin festiv në nder të kryeheroit ton kombëtar. Aktivitetet kanë qenë të shumta sepse kemi edhe grupet e arbreshve të ftuar nga ne si organizator. Mundi me pa dhe vetë seriozitetin e artistëve që kanë dashur në mënyra të ndryshme me shpreh kryeheroin ton, jo vetëm si luftar, po edhe si filozof, edhe si mendiltar, edhe si unifikues, që edhe është unifikues i kombit ton, është identiteti i kombit ton. Këtu ka artista prej gjitha viseve, domethënë ka prej Maqedonisë, Luginës, Malit, Zi, Albanisë, Maqedonisë edhe Kosovës. Domethënë një Shqipëni. Edhe çdo vit është i rritë numri i prezantuesve të veprave të Skënderbeut.